Një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekë. Edhe ka pranuar Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë shko te populli jot. Edhe mos hajde te unë më derisa ndëgjosh se na e kena vendos shariatin e Allahut subhanahu wa taala në tokë. Edhe kjo largu. Shifni një herë u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, veç një herë. Edhe ka shkuar te populli vet. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar të gjithë periudhën e Mekës, dhe ka shkuar në Medinë. Kur ka shkuar në Medinë, e ka bërë shtetin Islam, dhe ka shkuar lajmi këtij personit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur shariatin në Medinë, ka ardhur me komplet fisin e vet që në bë musliman te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash është të mosh me një njeri, veç një herë ka nit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar te fisi vet, edhe mas një kohë me komplet fisin ka larë musliman te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse kështu? Për shkak se kanë punuar me sinqeritet që kanë mësuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse e shifni të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej 140.000 sahabëve sa mendohet që kanë qenë prezent në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer haxhin lam të mirës, 130.000 prej tyre nuk kanë vdekur në Medinë. Kanë vdekur në për dunjë. Kanë qenë të shkuar për dunjë. Për çka kanë hesë ato në për dunjë? Vallahi veç për me përha fjalën e Allahut e fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej 140.000 sahabeve, veç 10.000 prej tyre kanë vdekur në Medinë dhe në varrosur Medinë. Tjerët kanë vdekur në për dunjë. Kanë vdekur në për botë, tu hes në për vene, tu përha fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra një prej veprave me të cilat ne kemi të drejtë me shpresue edhe me besue se Allah subhanahu wa taala ka më na përfshi me rahmetin e vet në ditën e Kiametit, në ditën më të vështirë, në ditën në cilën Allah subhanahu wa taala është i dhënuar, është angazhimi jon për davet, për thirrje në fenë e Allahut, për të librin e Allahut dhe të sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala elusim Allah subhanahu wa taala që të na bën për atyre të cilët jetojnë për me thirr në rrugën e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.